Disa orë përpara seancës parlamentare, ku do të hidhen në rend të ditës për votim, si rregulloria e parlamentit, projekt ligji për funksionimin e gjykatës së lartë dhe ai për administratën publike, pavarësisht të ngërçet kuptuar dhe mos ndryshimit të qëndrimit palëve, pas ftesës të bërë një ditë më parë nga kreu socialist Edi Rama, kjo mbetet tema më e rëndësishme për politikën, por edhe shqiptarët që presin ecurinë e procesit të integrimit të bllokuar nga e para. Të ftuar në studio për të analizuar kam presidentin e Tirana Business University, analistin zotin Artan Hoxha. Mirëmbrëma zoti Hoxha. Një refuzim brutal dhe qorrazi e ka cilësuar Edi Rama përgjigjen e Sali Berishës pas ftesës që i bëri një ditë më parë për një tryezë partish parlamentare. A ka sens kjo tryezë? Dhe është një kthes e mirëpritur megjithëse në cajtnot, në pamundësi të kohës? Po, ftesat për takime bëjnë sens kur bën sens tema e diskutimit. Dhe me sa duket, ftesa e zotit Rama për të diskutuar në një tryezë liderësh partie zgjidhjen e Këshillit të Qarkut të Firit, në një kohë kur ka procese gjyqësore në vazhdim, duket i papranueshëm nga ana e zotit Berisha që të ulen liderët e partive dhe të diskutojnë mbi vendimin e gjykatës. Ky me sa kuptova unë ishte dhe kuptimi i ftesës nga ana e zotit Berisha që çoi edhe në mospranimin e saj. Por Edi Rama ky është një problem politik që është kundër vendimit të gjykatave, andaj dhe zgjidhjen e kërkon në një tryezë gjithaq politike. Po nuk e di si e mendon zoti Rama zgjidhën në një tryezë politike, në ftesën e tij nuk ishte asnjë opcion zgjidhës. Ishte vetëm të ballafaqohemi për çështjen e Firit. Një tryezë partijake që ulet për të ballafaquar është thjesht një tryezë propagande. Për atë punë është salla e kuvendet, janë studio televizive ku palët mund të shpalosin pozicionet dhe propagandën e tyre. Po shkuarin në ekstremis. Zgjidhje nga parlamenti dhe nga ekranet. Po qartë, po edhe tryeza që propozon dhe zoti Rama, duke lexuar me kujdes tekstin e ftesës së djeshme, më sa unë e kuptoj atë, ishte ftesa për të ballafaquar. Ndërkohë që nga ana e zotit Berisha ka të paktën një muaj më parë, e ripërsëritur edhe disa ditë më parë, një zgjidhje konkrete sipas zotit Berisha, e cila mund të pranohet apo të rrëzohet, por është një formulë zgjidhëse, që është hajde t'i bëjmë dhe njerë votimet për fajsusit e këshillave komunale dhe bashkiake në Këshillin e Qarkut. Është një zgjidhje e dur apo një zgjidhje jo e dur, është një zgjidhje e ligjshme apo një zgjidhje e paligjshme, ajo është një formulë zgjidhëse. E pranon apo s'e pranon? Shprehet Partia Socialiste. Dakord e paligjshme, ndërsa ftesa e djeshme e zotit Rama ishte thjesht të ballafaqohemi. Dhe të ballafaqohemi duke rishpalosur në tekstin e ftesës përsëri pozicionin e tyre, që mos zbatimi i gjykatave sipas Partisë Socialiste nga ana e majorancës në Fier është dhunimi i shtetit ligjor dhe atëherë ç'kuptim ka të votojmë. Pra mos funksionimi i demokracisë, mos zbatimi i ligjeve. Pra ftesës për një ballafaqim, ftesa për një ballafaqim nga ana e zotit Rama mori një përgjigje negative për një ballafaqim në tryezë partijake nga zoti Berisha. Po si mund vinte zgjidhja? Si mund të burojë zgjidhja në një situatë kur palët janë në pozicione ekstreme? Zgjidhja vjen ose kur palët kanë përafruar 2-3 opsione zgjidhëse për një çështje X, nuk po flasim për Fierin, e kanë para negociuar ato me ndërmjetësit, kanë ardhur pranë dhe pastaj mbasi kanë krijuar dhe një besim reciprok, ulen me 2-3 zgjidhje të mundshme, që janë një prej tyre do zgjidhet, dhe diskutojnë në një atmosferë mirë besimi dhe të paqme mes tyre. Kështu vjen zgjidhja nga tryezat partijake. Ndërsa zgjidhja që hajde të ballafaqohemi, pastaj dali ku dal, nuk është zgjidhje jo për 7 ditë që kanë mbetur, por as edhe për 77 ditë sikur të kishte. Sot Partia Socialiste nëpërmjet zotit Rama ka publikuar edhe të gjithë përmbajtjen ligjore të vendimeve të marra që nga momenti kur është votuar Këshilli i Qarkut të Firit dhe deri në vendimet më të fundit të gjykatave. Dhe për Partinë Socialiste vendimi më i parë, pra nuk po flasim për vendimin e gjykatave, por votimin dhe mirëbesimin që është dhënë anëtarëve të Këshillit dhe vendosjen e anëtarit të Partisë apo kandidatit të Partisë Socialiste është ai i lishmi. Diçka që vjen më pas është një përdorim dhune, një rast i pa precedent i asaj se si cënohet autonomia e pushtetit vendor. Ju thatë që sot Edi Rama citoi të gjitha vendimet e gjykatave.
Po dy vendimet të gjykatës së lartë që thot kryetari aktual demokrat i Këshillit Qarkut Fierit do të vazhdojë të qëndrojë në detyrë deri në zgjidhje në themel nga gjykata e shkallës parë, pastaj nga e apelit e çështjes në mënyrë integrale. Çështja është në themel duke u Nuk u përmend nga zoti Rama ky vendim i gjykatës së lartë. Ashtu si nuk përmend dhe një vendim tjetër i gjykatës së lartë. Ashtu nuk përmend edhe disa gjyqje të humbura nga Partia Socialiste, por përmenden vetëm gjyqjet e fituara nga Partia Socialiste. Tash demokratët po t'i vesh do të listojnë gjyqjet që kanë fituar. Socialistët do të listojnë gjyqjet që kanë fituar. Çfarë kuptojmë nga lista e ligjeve, proceseve gjyqësore që kanë fituar secila palë? Kuptojmë që çështja nuk ka mbaruar ende. Dhe jo më kot. Është çështje ligjore apo politike? Këtu është problemi. Kjo është çështje budallikut. Po ta marrësh ti thuash fjalën e dur. Është me të vërtetë një gjendje absurde, në fakt e prodhuar për interesa politike dhe unë për këtë kam folur në këtë studie. Por t'i kthehemi edhe një herë gjendjes gjyqësore në Fier, ajo është e pambaruar, ka një gjyq të hapur në shkallën e parë nga Partia Socialiste, që kërkon një trajtim integral tashmë, pra u bën 17-20 gjyqe, të ketë një gjyq në të shqyrtimit në themel të gjitha fakteve të mundshme, përfshi dhe gjyqjet e mëparshme për të arritur në një përfundim. Por kush është mandati i secilit nga antarëve të Këshillit të Qarkut Fier, atyre që i është rrëzuar mandati dhe atyre që vazhdojnë ta gëzojnë atë mandat në mënyrë të ligjshme. Dhe nga aty del dhe rezultati se kush ka maxhorancën në Këshill dhe pastaj sipas këtij vendimi në themel të gjykatës shkallës parë, do të kemi një tablo integrale të çështjes. Palët janë të interesuar, të dyja palët të tregojnë vetëm fitoret e tyre, jo humbjet e tyre gjyqësore. Të tregojnë vetëm argumentat në favor të tezës së tyre dhe jo argumentat në disfavor të tezës së tyre. Dhe secila palë flet më vete. Publiku ka nevojë të kuptojë se si është gjendja gjyqësore në Fier për të filluar të kuptojë se ku mund të shkojë çështja. Në fakt Partia Socialiste vëmendjen më shumë e vendos tek xenafilla e kësaj historie. Pra mënyra se si lindi marrja me dhunë e një pushteti fituar, një cënim i autonomisë vendore, mos respektimi i ligjit dhe i vullnetit. Partia Socialiste ka thënë edhe që Shqipëria është regjim fashist. Dhe po që se do kishim mbetur në këtë vlerësim, ne jo atë vlerësim pozitiv nga Komisioni Evropian me 10 tetor që s'do kishim marrë, që bënin dhe ato 3 gjërat e vogla, ato cinglat e vogla dhe të merrni statusin, por ne do ishim një vend i rrethuar tashmë si regjim fashist. Në fakt për Edi Rama nuk janë 3 kriteret që çojnë tek statusi, jo? Ka edhe çështje të keqeverisjes, të korrupsionit, dhe nuk janë vetëm këto 3 kritere që ti marrim më le të mbesim tek kushtëzimi, sepse vetëm gjë që ja vlen nuk është kush ka të drejtë në Fier. Se po trim kush ka të drejtë në Fier, o do kemi kulturën qytetare të presim vendimin përfundimtar, integral të formës së prerë të sistemit gjyqësor. Ju kërkoj ndjes, po jam pak i ftohtë. Si gjysma e shqiptarëve në këtë periudhë. Me këto kohë që s'di çfarë vesh. Ose do japim opinionin tonë. Edhe unë kam një opinion timin për të drejtën, se kush e ka të drejtën në qarkun e Fierit. Por nuk ka vlerë kjo. Tu po bëhet fjalë që po kushtëzohet procesi i integrimit nga qarku Fier. Dhe absurdi këtu është kjo lidhje. Ose le ta themi më ndryshe, a ja vlen që kur Brukseli tha me 10 tetor, bëni dhe këto 3 gjërat e Vockla. Dhe Komisioni Evropian do t'i rekomandoj fuqishëm Këshillit Evropian marrjen e statusit të vendet kandidat, hapja e negociatave mas zgjedhjeve. Formula e Komisionit Evropian ishte një formulë ekuilibruar, e arsyeshme, vlerësonte ç'është bërë dhe kishte parasysh edhe ç'do të bërë në të ardhmen. Tashmë Brukseli kërkon këto 3 akte, nuk ka kërkuar të zgjidhet çështja e Fierit. Edhe nga pikpamja formale ti shtosh 3 kushteve të Brukselit, një kusht të 4. S'mund të miratojmë një ligj për funksionimin e gjykatës së lartë, por vendimet nuk respektohen, thotë Partia Socialiste. Do ta dalim këtu, vetëm nga ana formale. Kur i zoti ta jep pa ta kërkuar Fierin, pra Brukseli, Komisioni Evropian, për Komisionin Evropian, statusi i jepet Shqipërisë, po u bën këto 3 aktet. Dhe ai jep, Tellalli nuk e jep, se shtodhi një kusht 4 nga xhepi vet. Në këtë krah një nga tellallet shqiptare që është opozita.
Pra nga anë formale nuk qëndron kjo lidhje, por le të marrim dhe nga ana substanciale, qëndrojmë për një moment në planin e analizës dhe vlerësimeve që bën opozita, që bën dhe parimore. Dakor. I konsiderojnë çështje parimesh të demokracisë. Bëjmë një vlerësim për atë të tillë që sipas tij nuk ka kuptim të përmirësojmë ligjin e gjykatës së lartë, kur nga pala tjetër nuk zbatohet një vendim i gjykatës së lartë. Dhe le ta marrim ta vlerësojmë këtë. Pra, zoti Rama thotë, nuk ka kuptim të bëjmë reforma ligjore dhe t'i çojmë me zarf në Bruksel, kur ne nuk i zbatojmë ata. Një nga aktet e respektit për sistemin gjyqësor është a nise procesin ankimor në sistemin gjyqësor, si palë, se Partia Socialiste ka nisur, ankimin gjyqësor. Respektin ndaj sistemit gjyqësor është të presësh mënyrën e kohës që rrjedh ke ky sistem, mënyrën e gjykimit të këtij sistemi, dhe kur sistemi gjyqësor, sipas ligjeve dhe procedurave të veta, i jep fund konfliktit me një vendim integral, përfundimtar dhe të zbatueshëm, atëherë e ke fituar davan. Për sa kohë je në mes të këtij procesi, a je në treçerek të këtij procesi, të kërkosh zgjidhje politike jashtë sistemit gjyqësor, do thotë të biesh në inkoherencë me atë çka pretendon zoti Rama. Pse atëherë tani Partia Socialiste? Pra, edhe një herë, pra kjo ka rëndësi. Në qoftë se ne do qëndrojmë në planin e arsyetimit të zotit Rama, vetë zoti Rama bie në inkoherencë. O po ngulmon për respektimin e gjyqësorit, dhe atëherë ti vetë duhet ta respektosh deri në fund sistemin gjyqësor, pra deri kur ai të jap verdiktin. Zoti Rama e lëshoi Bashkinë e Tiranës. Po kur? Në fund të korrikut. Mbas zgjedhjeve të 8 majit. Askush nuk e kërkoi zoti Rama ta lëshonte atë me 17 maj në vendimin e parë të KQZ-s. As me 25 maj në vendimin e parë të kolegjit zgjedhor. Pati qëndrimet e veta, vlerësimet e veta tepër negative, si për KQZ-n, si për kolegjin zgjedhor, pra gjykatën, ishte plotësisht kundra, por qëndroi në zyrë deri kur doli vendimi më i fundëm përfundimtar integral që e bënte. Ja jepte mandatin Zotit Basha. Kurse zoti Rama po kërkon tash i pambaruar procesi gjyqësor, thotë duhet fjerë, nise me proces gjyqësor, vazhdo me proces gjyqësor. Largimi nga procesi gjyqësor për një zgjidhje tjetër nuk është këtë që kanë fituar deri tashti ma jep sikur është e tëra. Ose do futesh në një zgjidhje me pajtim, ndryshe nga çka ndodhur me Dhe ishte përsëri një marrëveshje politike mbi vendimin. Shumë dakord, pra, o hiq dorë nga ankimi gjyqësor dhe gjyqësor cilin e paragjykon rregullisht Partia Socialiste, gjyqësor të cilin e ka në sit, gjyqësor i cili sipas Partisë Socialiste është vendosur gjithnjë në listën e çështjeve për të përmirësuar në mënyrë emergjente nga faktori ndërkombëtar, një gjyqësor që sipas zotit Rama në këtë rast është bërë pre e një lufte të ashpër politike, të padrejtë, antikushtetuese, pra po i them dhe njerëz anafillës. Pyetja ime është pse tani? A ka një përpavi elektorale kjo histori, apo është ndërlidhur me atë kapital politik që mund të krijojë marrja ose mos marrja e statusit vendit kombëtar? Natyrshidon, arsyeja racionale lidhet me zgjedhjet dhe me asgjë tjetër. Pra, qëndrimet e të dyja palëve janë përballë zgjedhjeve dhe përballë zgjedhjeve shfrytëzohet çdo moment apo çështje, zgjidhje të cilës sipas opsionit A apo B ndihmon njëra palë apo tjetër në projeksionin që ato kanë për zgjedhjet e ardhshme. I këtill duket se është edhe statusi i vendit kandidat. Ashtu siç është edhe vetë kush qeveris qarkun e Fierit, por duket statusi i vendit kandidat në një analizë të ftohtë duke i zhveshur palët nga vlerësimet tona subjektive, kush është më patriot, kush është më pak patriot, kush është më i ndershëm, kush është më pak i ndershëm, duke i quajtur ato njësoj. Njësoj patriot, njësoj të ndershëm, dhe duke i marrë vetëm si organizme të cilët, pra dy kampet politike, duan të maksimizojnë përfitimin politik në zgjedhjet e ardhshme. Dhe pushtetin e nesër. Apo të minimizojnë humbjet në të ardhmen. Atëherë është fare e qartë që marrja e statusit do t'i buzëqesh si sukses kryesor i qeverisë. Po ato votat 100% janë. Në qoftë se për efekt të suksesit të statusit, ai ekuilibri 50-50 shkon me 2 pikë plus maggjorancës, do thot minus 2 pikë për opozitën. Pra suksesi i qeverisë përsektohet si humbje nga ana e opozitës. Dhe atëherë, kush do të ishte taktika e opozitës, ta pengoj këtë sukses. Po ta pengoj këtë sukses,
do thotë të bëhet shkaktare e një objektivi bashkëshoqëror. Dhe atëre, me sa duket sjellja e opozitës është ta pengoj marrjen e statusit, po të mos mbetet fajtore. Kjo duket një bipol objektivash i pa arritshëm, sepse një fajtor për statusin do ketë. Dhe po të analizojmë që... Mund të jenë dhe 2 palët, Po flasim vetë për 3 detyrat. Dhe për kushtin e vetëm? Më 10 tetor, Komisioni Europian tha, Shqipëria e merr statusin me të bërë dhe këto të 3. Praktikisht e kemi të marrë si pas vlerësimit të Komisionit Europian, me të bërë dhe këto 3 akte. Pa llogaritur që ka dhe vendime që merren nga vendet anëtare, parlamentet respektive të duhet ta procesonin politikisht edhe këtë rekomandim. Mund t'i vim aty më mbrapa, por ne sot për sot jemi në një vlerësim të qartë të Komisionit Europian me 10 tetor, i cili është sot e kësaj dite në fuqi. Me 20 do të shohim raportin e dytë me 3 detyrat e pabëra. Dhe atëherë, qeveria ka bërë detyrën e vet, ka dërguar projekt ligjin e gjykatës lartë në parlament, ka dërguar dhe projekt ligjin e nënpusit civil në parlament. Rregulloria parlamentare është aty, nuk ka asnjë tekst të shkruar që qarkullon në publik, pra të kleçkën e vogël që flasin sot Berisha dhe Rama për kohën dhe barazinë e trajtimit të kryeministit në kryetarën e opozitës. Pa e parë atë tekst, unë dhe vetë nuk mund t'jap një gjykim ku ka ngecur. Po merret vesh që ka ngecur për 5 tashmë apo jo. Dhe janë dhe 2 ligje. Domethënë nga pikpamja e vlerësimit të menjëhershëm, qeveria ka bërë detyrën e saj në raport me këto 3 akte. I ka depozituar në kuvend. Mbetet miratimi i opozitës për këto 3 akte. Opozita shton një kërkesë të 4. Që nga këtu, më mëdhe që njerëzit do vlerësojnë se në emër të parimit, nuk votojmë ligje të cilat nuk zbatohen. Dhe ndoshta kjo gjithmonë gjërat në emrin e parimeve bëhen. Gjithmonë gjërat në emrin e parimeve. Dhe sidomos kur thot politika në emër të parimeve, ne do kemi goxha diskutime pastaj për fajtorin. Ajo që ne po marrim vesh, fatkeqësisht është që me sa duket ajo që morëm do të na ikin nga dora. Sot Arvizu, Sekuj, respektivisht ambasadori amerikan në Tiranë dhe i Bashkimit Evropian kanë bërë apel, komunikimi, dialogu, kompromisi, fjalët gurkyçet të përdorura prej tyre. Prisni një intervenim më aktiv dhe shpresoni deri në minutën e fundit? Po shpresa desa fundit, se me mendje ja, me zemër po. Shpresoj me zemër po jo me mendje. Me mendje, të them të drejtën, në analizat e mia, ngjarja që po shohim të ndodh dhe sot, ka qenë e qartë për mua edhe me 11 tetor. Dhe për këtë kam... Një ditë pas publikimit të raportit. Unë prita ta gëzoja publikimin e raportit pastisës, edhe më përpara kisha pak a shumë këtë përfundim. Por me 11 tetor kam prononcime publike të mijat, që mund të ndodhë kjo ngjarje. Treni të ngecë në Fier. Dhe tash dalim që ka dhe vende të cilat... Pra për të shkuar në Bruksel do ndalojmë patjetër në Fier. Me sa duket nuk e shefi stacionit Fierit, nuk e lejon trenit kaloj të lërë Fierit. Por përveç vlerësimit të Komisionit Evropian, ne kemi edhe vlerësimit që do japim vendet respektive në 10 orë. Ku ka skepticizëm, duhet pranuar. Natyrisht, po thotë që Gjermania për shkak të zgjedhjeve të ardhshme dhe euroskepticizmit në elektoratin gjerman, mund të timohoj Kroacisë antarësimin që është programuar të ndodhë në verën e vitit të ardhshëm. Është spekuluar dhe për qëndrimin e Hollandës. Madje është publikuar dhe një intervistë ambasadorit holandez për këtë çështje ku tregonte problemet se ku ngec Shqipëria. Për momentin për Shqipërinë, i vetmi vend që ka një lloj shprehje hezitimi për të na dhënë statusin në mbledhjen e dhjetorit të vendeve anëtare është Holanda. Unë i lexova me vëmendje dhe aktin zyrtar në të qeverisë dhe parlamentin holandez dhe intervistën e ambasadorit. Nuk është i qartë, nuk është e prerë, let kuptohet, bare dhe se si e lexon. Pa e që vëre unë është që opinioni i zotit Rama a e meriton Shqipëria të bëhet të marrë statusin, nuk përputhet me vlerësimin e Komisionit Evropian. Komisioni Evropian thotë bërë edhe këto 3 dhe për mua e keni të marrë. Pastaj që do thënë vendet anëtare. Dhe opinioni i zotit Rama përputhet me atë që ai mendon se do të sillet
qeveria holandeze, që Shqipëria është tepër larg meritës për ta marrë këtë status. Dhe thotë, kreu e opozitës shqiptare vendoset në të njëjtin nivel siç është të vlerësimit të Shqipërisë, siç pritet të ketë një nga vendet më kërkuese brenda Bashkimit Evropian dhe për vendet e tjera të anëtare të Bashkimit Evropian. Tashmë Shqipëria nuk po kërkon të antarësohet në klubin e vendeve të fisme skandinave. Ne nuk po hym në një Bashkim Evropian që përbëhet nga Holanda, Suedia, por që gjithsesi duhet i bindim. Gjithsesi duhet i bindim. Ja që treni ynë duhet kaloj edhe nga këto stacione për posfiri. Natyrisht, dhe për t'i bindur ato duhet një sjellje tjetër. Dhe jo në momentet politike që mund kaloj Gjermania apo vlerësimi nazik i Holandës të përdoret si një argument për politikë të brendshme dhe për të penguar vendet. Ne jemi një vend që po kërkojmë të antarësohemi në një Bashkim Evropian që ka për anëtare edhe Kiprën, edhe Maltën, edhe Italinë bashkë me gjithë problemet e saj, edhe Greqinë bashkë me gjithë problemet e saj, edhe Bullgarinë e Rumani. Ku po vënë dyshim dhe Kroacinë për 2013? Ne nuk po shkojmë në një bashkim që qëndron në Parajs. Dhe aty janë vetëm ëngjë të kulluar. Janë një mori vendesh me stade të ndryshme të zhvillimit edhe të ekonomisë, edhe të demokracisë, edhe të kulturës, edhe të raporteve ndëretnike, edhe të raporteve ndërfetare në atë bashkësi po hyn. Dhe Shqipëria hyn me vlerat e saj dhe me problemet e saj. Dhe natyrisht ne po hym atje që zhvillohemi më shumë. Nuk është se po hym atje si një vend i zhvilluar që t'i japim një shtyllë tjetër Bashkimit Evropian. Ne po hym atje me shpresën që zhvillohemi edhe më shumë dhe të arrijmë mesataren e zhvillimit të këtij realiteti evropian. Dhe ne po aplikojmë, pra po jemi shumë pranë marrjes së statusit të vendit kandidat me plotësimin e vetëm këtyre 3 kushteve që janë gati dhe mund të ishin gati që në shtator, kur kemi edhe shteti që ka lëbuar më shumë favorin ton, Italia, është në një gjendje të vështirë, Greqia që unë e kam përcaktuar konstruktive me heshtjen e saj, edhe ajo kalon edhe ajo është në një gjendje. Bashkimi Evropian është dhe një realitet interesash geopolitike, është dhe një realitet preferencash, zonale, dhe kjo është një botë reale, nuk është ekulluar, nuk është ideale, është një botë e këtillë. Me të mirat dhe ka të thoshte që kapja e momentit do të ishte një virtyt që shkonte në favor. Pikërisht, pra, duke ditur që në Gjermani do të ketë zgjedhje vitin e ardhshëm dhe për pragmatizëm politik të brendshëm do të ketë dhe një lloj vendimarrje të kujdesshme dhe rezistente ndaj çdo mesazhi zgjerimit të Bashkimit Evropian. Duke ditur që brenda Bashkimit Evropian ka pakënaqësi ndaj vendeve, aq më shumë me ngjarjet e Greqisë, Portugalisë, Spanjës, Italisë, jugut të Italisë. Një ndarje veri-jug që po merret. Po pra, brenda kësaj çfarë duhet bënte klasa politike shqiptare? Të lënë të pas Carpe diem çdo dhe interesi imediat politik, ti miratonte ato 3 kushtet e fundit me 11 tetor, që të nesërmen, dhe dorë për dorë Sali Berisha dhe Edi Rama duhet shkonin në Bruxelles dhe thonin, ne jemi bashkë për të marrë status. Kjo do të na kishte çuar në një garanci të plotë, që edhe ndonjë vend skeptik do të turpërojë, po që se do të thonte jo në atë mbledhjen e dhjetorit. Kur Komisioni Evropian thot i bën të 3 kushtet dhe 2 liderit e atij vendi kanë lënë pas gjithë mërirat dhe problemet e tyre dhe kanë ardhur së bashku për të kërkuar statusin e vendit kandidat. Do të ishte pastaj në turpin e Holandës ti thonte jo Shqipërisë në dhjetor. Do të hezitonte Gjermania ta thonte këtë gjë, sepse në llogaritë të fundit, ato kur do të shihnin një klasë politike të bashkuar, gjëja e parë që do të mendonin do të ishte, kjo klasë politike e bashkuar s'ka se si të mos ta çojë vendin përpara. Dhe ka precedent në këtë histori. Dhe po këtë thanë dhe në nëntor të 2010-s kur e pan klasën politike shqiptare të përçarë dhe klasën politike të Malizi të bashkuar. Që mos janë ëngjë ato të Malizi. Janë më të mirë se jo, është një precedent, konsensusi i arritur politik në politikën e brendshme është një precedent që ka funksionuar. Kjo më sa duket nuk do ndodh edhe këtë rrallë, një status që praktikisht me 99% e kishim të marrë. Me sa duket do të humbasim dhe unë them që ne po humbasim diçka që praktikisht e kishim. Zoti Hoxha, ishte kënaqësi t'ju kisha në studio. Faleminderit. Isha me presidentin e Tirana Business University, zotin Artan Hoxha, për të komentuar këtë moment të vështirë politik
të arritjes drejt statusit vendit kandidat, por pa mundur të kalohet ngërçi midis majorancës dhe opozitës. Kushti vetëm qarku i Fierit. Sigle më pas në studio me tjera shvillima.